pozitive në këtë drejtim? Duke patur figurativisht elefantin në dhomë, gjatë këtyre ditëve zonja presidente, kam zhvilluar shumë emisione dhe shumë intervista, ku natyrisht në plan të parë ka qenë çështja juaj edhe personalisht, por edhe çështja e presidentes ose presidentit të ardhshëm të Republikës Kosovës. Cili është plani juaj? Vjosa Osmani, një mandat të dytë, edhe cili është raporti me palët vendimarrëse në këtë situatë taborët politike? Unë kam raport korrekt me shumicën ndërmuese të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pa dallim partish. Natyrisht që në momentin kur kam thënë që besoj që është në të mirën e Kosovës që të vazhdojmë me punët që kemi filluar, sidomos për afirmimin ndërkombëtar të vendit tonë, që bie edhe ndër ingerencat kryesore kushtetuese të presidencës si udhëheqëse e politikës jashtme, e kam thënë me vetdije të plotë që kjo çështje është në duar të deputetëve dhe në vullnet të deputetëve të Republikës së Kosovës. Unë i njoh shumicën prej tyre, ata më njohin mua, e kam parë punën time. Tani do t'i takoj atyre që ta vlerësojnë këtë. Në qoftë se deputetët vlerësojnë se po ashtu, njësoj si që kemi vlerësuar ne dhe si që vlerëson qartë populli i Republikës së Kosovës, se është në të mirë të Kosovës sonë, që të vazhdohet me një mandat mirë. Në qoftë se ata vlerësojnë ndryshe, atëherë ne do të gjejmë mundësi dhe rrugë tjera që të kontribuojmë për shtetin tonë dhe t'i shërbejmë shtetit tonë. Pra, cila do rrugë që të zgjidhet është krejtësisht në rregull. Shpresoj që do të kemi mundësinë që të vazhdojmë të kontribuojmë për Kosovën, por siç e thash, kjo është komplet në vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët shumë shpejt do duhet ta marrin këtë vendim. Do duhet të ketë edhe vullnet liderëve